S'ka libër në botë. Si afrohet fare, nuk mund futet në konkurrencë as i libër me Kuranin famlar. Pse? Sepse ai tregon për këtë botë dhe botën tjetër. Ai tregon për mendjen, për zemrën, për shpirtin. Ai tregon historitë e popujve që kanë kaluar, në të ke ligj, ke moral, ke kuptim, ke psikologji, ke çdo gjë që lidhet me këtë botë. Tregon nga erdhe pse je këtu, ku do shkosh, pse vdes, si vdise, si zbes që si kalon në botën tjetër. Se si është çështja mbasi jep shpirtit dhe se si shpirti ndërlidhet me trupin deri përpara ditës së gjykimit do t'i keni thotë marrni një shtrimë siç i keni pasur. Tregon për ditën e gjykimit, për librat, për peshoret, për çdo llogari që jepet, pastaj për urën e siratit, pastaj për kantare kur bëhen halal ato që i kanë hyrë në simam njëri tjetrit, pastaj tregon kur futesh në xhenet dhe në xhenet thotë je i përjetshëm. Nuk i afrohet, është turp ta bësh analogji me libër tjetër. Sa më shumë thellohesh në Kur'an, aq më shumë qesh me librat njerëzor.